Mirë mëngjes, mirë se erdhe, Enes. Mëngjes i gëngjej, mirë se të gjeta. Së të kom pa ka herë. Po, ma të shaqë për të rëmëtës. 3 ditë. Qësh ka njove? Qa ka ndodhë gjatë në ditëve? Qësh kanë qenë? Mirë, vikendi mirë ishte. Blini ka qenë gjithë kënd, edhe këto në klanë, me të knaqë. Një bli, ja, me së ka qenë kërqysh. Vesh një lagje, po, edhe për vjen era shumë e mirë. Ka dhe që përshka. A e pinë qajnë e blinit? Po, edhe qësë të kona. Ja, ka një shijet nga meneshtë. Mu qajnë e rusit, Enes. Qaj rusit pas e patës, ashtë shqiptarë që smiret me atë punë, po. Dhe qaj blinit është edhe i shnetë shumë edhe shumë e vërtit. Kur se kom pëlqy edhe nuk mojnë. Në më thonë shumë ka ndru shumë shia, me ka 1000 viteve kom hangër edhe mishe lakna që si hanë kërkush. Ja, dhe se herët është dura 7. Edhe shumë ushqime të rana, ama nuk o mujtë kur qysh me ndru këtë shien sa i përket qajt, blirit, nuk e di pse. Ja, mirë, më pëlqej si dhe mas kur hyrat të obori klanit, era për të knashë. Shumë e mirë. Që dhe qofti. Pas zhvillime? Ikim zhvillime, po, ka pas disa zhvillime, fatkeqësisht po nisim me një zhvillim jo të mirë që na vjen nga Gjermania, pasi atje është shkaktuar një aksident me fatalitet, e që disa media lokale të Kamenicës raportojnë se 2 zonja, 2 gra kanë vdekur, e që kanë përjarë pikrisht nga Kamenica. Bëhet fjalë për 2 vajza të moshës 24 vjeç dhe 18 vjeç nga Topanica e Kamenicës. Të njëjtat janë aksidentuar me një makinë kokë me kokë thuajse në zonën e landit Baden, atje ku gjatë së shtunës është shkaktuar aksidenti, të shtunën mesditë dhe me pas këtij aksidentin makina tjera ka nisur të ndalen, por disa të tjera nuk kanë mujtë me ndalë dhe është shkaktuar si ngjyrë aksidentësh, andaj edhe 5 makina të tjera janë aksidentuar dhe fatkeqësisht sipas edhe mediave gjermane, në vendin e ngjarjes kanë vdekur këto 2 vajza. Sipas mediave lokale në Kamenicë raportohet se të njëjtat janë nga kjo komunë, bëhet fjalë për EZ 24 vjeçare dhe AZ 18 vjeçare, që edhe sipas mediave në Gjermani raportohet se të njëjtat në vendin e ngjarjes kanë ndërruar jetë, ndonse më pas kanë ardhur edhe autoambulancat, zjarfiksit për të tentuar shpëtimin e personave, por nuk kanë arritur t'ia dalin sepse vetëm në vendin e ngjarjes ato kanë vdekur. Në këtë rast ka pasur edhe disa persona të tjerë të lënduar, një nga ata është në gjendje të rëndë, ndërkaq të tjerët me lëndime më të lehta. Po ashtu është raportuar edhe për çështjen e dëmit material që shkon diku rreth 100.000 euro sipas mediave gjermane, të cilat e kanë raportuar rreth këtij incidenti dhe aksidenti me fatalitet. Nuk e dim këto të njëjtat ata kanë qenë banuese atje apo vetëm një vizitë të shkurtër si ka qenë situata, apo e kuptuam që kanë qenë me prejardhje nga Topanica e Kamenicës. Prandaj edhe jo shprehim ngushëllime mbi këtë humbje të jetë të madhe. Duket që janë familjare, sepse të njëjtat e kanë mbiemrin e njëjtë, duket që janë edhe familjare. Tash po dalim te një zhvillim shumë interesant, që së që ka ndodhur ndoshta më parë. Është një grup i të rinjve studentëve të Serbisë që e kanë të quajtur studentët në çdo fshat. Është edhe në faqen Facebook, e kanë edhe janë bajegi aktiv ta djeme vajzat e Serbisë edhe bëjnë udhëtime në zonat e banuar nga komuniteti serb në territor. Kryesisht malore, a?